Pasi që kemi vepruar përmes policisë, do thotë me autorizim në prokurorisë, sikur se e keni vërtetuar sot në aksionin e sotëm, nga 18 kryesues dhe 50 komisioner janë intervistuar gjithsej 15 kryesues dhe 43 komisioner. 15 kryesues aktualisht janë ndaluar për 48 orë dhe brenda fatit ligjor prokuroria do të vendosë në lidhje me masën e sigurisë. Po ashtu, për 43 komisionerët e tjerë, jemi duke në vlerësim e sipër në lidhje me ndonjë masë eventuale, pasi që në këtë rast kanë qenë të angazhuar 2 prokurorë të departamentit për krime të rënda dhe deri më tani kemi mbledhur të gjitha provat materiale dhe ato personale kryesore, por që hetimi do të vazhdojë edhe me tutje, edhe për kryesuesit dhe komisionerët e tjerë, të cilët sot për arsye të ndryshme, ose ka qenë jashtë vend, ose nuk kemi arritur që të kemi prezencë në territorin e të policisë, për të njëjtën të vazhduohet me tutje me procedurë sikurse kemi mbledhur provat deri më sot.